Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Trafiku urban nga nesër do të rifillojë ofrimin e shërbimit të transportit publik. Vendimi është marrë pas fillimit të alokimit mjeteve nga Ministria, që ka mundësuar komunës Prishtinës të nisë procedurën e pagesave, thuhet kështu në njoftim. Gjatë ditëve të fundit, ndërprerja e transportit ka qenë e pashmangshme për shkak të pamundësisë financiare të krijuar nga mospagesa e detyrimeve të komunës ndaj ndërmarrjes, thuhet më tej në njoftim. Do të mbesim edhe më tej në këtë temë, të nderuar shikues, dhe do të lidhemi tani direkt me një bisedë me kryeshefin ekzekutiv të trafikut urban, Qëndrim Vitia. Zoti Vitia, mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma, përshëndetje. Pas alokimit mjeteve financiare nga Ministria në adresë të komunës, a do të rikthehet nga nesër transporti publik në Prishtinë? Po, pas 9 ditë mos të prind shërbimet të transportit publik në komunën e Prishtinës, nesër nga data 3 dhjetor do të fillojë qarkullimi i autobusëve dhe të trafikut urban dhe të operatorëve privat. Edhe më në fund të bëhen një zgjidhje mirë pas konsistencës së tonë të punëtorëve dhe të sektorit privat. Këtë kjo ngjarje ka ndodhur për shkak të pamundësisë të komunës së Prishtinës për me i pagu faturat ndaj trafikut urban dhe ndaj operatorëve të transportit publik. Dhe po, pra nga nesër do të fillojë ofrimi i shërbimit të transportit publik. A ka qenë mundur të mos vinim në këtë situatë dhe kush sipas jush i ka fajet që Prishtina mbeti pa transport publik për shumë ditë, për disa ditë, tash sa ditë në fakt? Realisht ka qenë e pamundur të vazhdojë operimi i qarkullimit të autobusëve dhe të trafikut urban dhe të operatorëve të transportit publik. Kjo për shkak të pamundësisë së komunës së Prishtinës për me i pagu faturat mëjore që ka pas detyrim ndaj trafikut urban dhe ndaj operatorëve të transportit publik. Për faj nuk e di çka më thonë, e di që ka pas probleme Ministria e Financave me komunën e Prishtinës. I gjithë ky presion publik që më thonë kemi bërë edhe nëse trafik urban dhe komplet transporti publik, e ka bërë që me kuvendi komunal të miratoj bortin në buxhetin nga viti 2024 në vitin 2025, edhe ky presion publik nashta po themi edhe e ka zgjedhë gjysmën e situatës, edhe ka bërë që edhe njëherë me rifillue operimi me autobus. Ka rrezik të përsëritet kjo situatë dhe për çfarë periudhe kohore ofrojnë mjete financiare për ju paratë që u alokuan sot? Uroj që kjo situatë mos të përsëritet kurrë, sepse është një situatë komplet e pakëndshme edhe për neve si menaxhiment edhe për punëtorët dhe për komplet komunën e Prishtinës. Për këtë edhe i kërkoj falje gjithë qytetarëve që e kemi pas të pamundur me i ofru transport publik. Edhe uroj që edhe Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Financave që të bëjnë zgjidhje të përhershme që këtu fatura dhe ndaj trafikut urban, ndaj operatorit të transport publik të paguhen me kohë edhe mos të vijë kjo situatë, sepse po shkakton kaos edhe në ndërmarrje edhe në qytet edhe po shfaqen pagnazitës të qytetarëve gjithandej. Situatë alarmante ishte. Falenderoj shumë që u kyqe në këtë edicion lajmesh. Faleminderit për ju. Edhe presim që nga nesër gjithçka të rikthehet ashtu siç ishte, apo jo? Deri para protestës. Nga nesër do të rifilloj komplet shërbimi i transportit publik, do të rifilloj ashtu si ishte, me të gjitha linjat, me të gjitha autobusët në qarkullim dhe uroj që kjo të jetë hera e fundit edhe një herë ju kërkoj falje të komplet qytetarëve që nuk kemi mundur t'ju ofrojmë shërbimet e transportit publik për këtë ditë. Krejt e kuptueshme. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë. Vazhdojmë edicionin e të tjera lajme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 22 subjekte politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Në listën e subjekteve të certifikuara nuk është lista serbe, e cila mori 2 vota për, 2 kundër dhe 5 abstenime. KQZ-ja edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit nuk e kishte certifikuar listën serbe, por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e kishte urdhëruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ta certifikonte partinë më të madhe të
serbëve në Kosovë. Në mbledhjen e sotme, KQZ ka bërë se për zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë aplikuar gjithsej 24 subjekte politike, prej cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka kritikuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos e certifikuar listën serbe për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në reagim thuhet se politizimi i KQZ-s nga vendosja dhe partitë e tjera politike është i dëmshëm për një proces zgjedhor gjithëpërfshirës. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, shprehur i shqetësuar për mos certifikimin e listës serbe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Hargreaves ka thënë se veprimet si ky e kërcënojnë reputacionin e Kosovës si demokraci multietnike, duke shtuar se shpreson se PZAP-ja do të zhbëjë këtë vendim të KQZ-s. Ish shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini dhe ish sekretari përgjithshëm i Shërbimit Evropian Veprimit Jashtëm, diplomati italian Stefano Sanino, janë arrestuar nga policia belge në ndyshimin për mashtrim. Sipas njoftimit, arrestimi i tyre është bërë lidhur me mashtrimet për formimin e Akademisë Diplomatike të Bashkimit Evropian, një program trajnimi për diplomatë të rinj, i cili u dha Kolegjit të Europës në Belgjik nga EEAS gjatë periudhës 2021-2022 pas një procedure të nderimi. Autoritetet belge kanë arrestuar Federica Mogherinin, ish shefen e diplomacisë evropiane dhe rektoren aktuale të Kolegjit të Evropës, në ndyshimin për mashtrim. Sipas zyrës së prokurorit publik evropian, dyshimet lidhen me formimin e Akademisë Diplomatike të Bashkimit Evropian, i cili u dha Kolegjit të Evropës nga Shërbimi i Jashtëm Evropian pas një procedure të nderimi. Autoritetet po hetojnë nëse Shërbimi i Jashtëm Evropian ka shkelur rregullat e tenderimit duke ndarë informacione me Kolegjin e Evropës para se projekti t'i jepej zyrtarisht këtij institucioni. Së bashku me Mogherinin është arrestuar edhe ish sekretari i përgjithshëm i Shërbimit Evropian, diplomati italian Stefano Sanino. Në orët e mëngjesit është bastisur edhe selia e Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, si dhe ndërtesa e Kolegjit të Evropës. Bastisja janë zhvilluar gjithashtu edhe në shtëpitë private të individëve të arrestuar. You have the chance to apply to the College of Europe. Federica Mogherini u emrua rektore e Kolegjit të Evropës me njëherë pasi përfundoi mandatin si shefe e diplomacisë evropiane. Kolegji i Evropës është institut pas-universitar i studimeve evropiane me kampuse në qytetin Bruges të Belgjikës, në Varshavë të Polonisë, ndërsa më i ri u hap në dhjetor të vitit të kaluar në Tiranë. Nga prilli i vitit 2022, pozita e kryeprokurorit shtetit është me ushtrues detyre. Pas largimit të Lumezit, kjo pozitë u ushtrua nga Besim Kelmendi, emri i cilit kohët e fundit ka përplasur mes vete antarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Sipas shoqërisë civile, zhvillimet e fundit në Këshill dëshmojnë nevojën e zgjedhjes me konkurs të kryeprokurorit me mandat të plotë. Janë bërë më shumë se 3 vjetë që kur pozita kyqe në sistemin prokurorial të Kosovës funksionon me ushtrues të detyrës, pas përfundimit të mandatit nga kryeprokurori shtetit Aleksandër Lumezi. Donë se për këtë pozit u hap konkurs dhe Blerimi Sufaj mori pikët maksimale, ai nuk u dekretua nga presidentja e vendit, por në këtë post u emrua ushtrues detyre Besim Kelmendi. E zhvillimet e fundit në Këshillin Prokurorial të Kosovës, ku antarët janë ndarë në 2 grupe, një në mbështetje të Kelmendit dhe një tjetër që në një mbledhje shkarkoi Kelmendi nga kjo pozit, janë pasojë mungesës së një kryeprokurori me mandat të rregullt, thonë nga shoqëria civile. Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se vazhdimisht kanë kërkuar nga Këshilli Prokurorial që t'i marrë parasysh rekomandimet e ndërkombëtarëve dhe të shoqërisë civile që të shpall konkursin për kryeprokuror, por që ka mungesë të vullnetit politik për këtë. Ka dallim të madh, do të thotë, mënyrë që sistemi prokurorial i Kosovës të ketë kryeprokuror me mandat 7 vjeçar me një ushtrues të detyrës, sepse po në javët e fundit se si ushtruesi i detyrës do të thotë në mënyrë të kundërligjshme me sa lehtësi Këshilli Prokurorial i Kosovës e shkarkoi dhe emroi një tjetër edhe pa pasur do të thotë quorum. Përderisa një kryeprokuror me mandat 7 vjeçar, sigurisht që ka karanca kushtetuese juridike shumë më të mëdha. Emrimi i netit bëhet nga presidenti pas propozimit
nga Këshilli Prokuroral i Kosovës, kështu që do të thotë kjo është më një farë pse Kosova ka nevojë për një kryeprokuror me mandat të plotë dhe jo me një ushtrues detyre që 3 vite më shumë. Ngjashëm mendon edhe Vullnet Bugashku nga Instituti Demokratik i Kosovës, sipas të cilit procedurat e dekretimit të kryeprokurorit janë vënuar, pasi nuk ka afat kohor që e cakton presidentën të marrë një vendim të tillë. E ajo që u pa në Këshillin Prokurorial këto ditë, sipas tij, ka dëmtuar imazhin dhe integritetin e këtij institucioni. Jemi sot ku jemi 3 vite apo 4 vite pas propozimit nga ana e Këshillit Prokurorial të Kosovës, nuk jemi ende një kryeprokuror të shtetit. Dhe rrëdhëmisht kjo është për shkaqe që i dini ka shumë opinione të Komisionit të Venecias, por edhe shumë vendime të gjykatave të ndryshme kushtetuese ku e afektojnë pavarësinë e sistemit prokurorial nga mungesa e dekretimit të një kryeprokurorit të shtetit. Mirë po tani situata, siç përshin edhe vetë, është e agravuar në kuptimin e përbërjes së tanishme dhe si duket në Këshill ka probleme dhe ka tabore të ndryshme sa i përket historisë më të tjeshme. RTK ka kërkuar një qëndrim nga Këshilli Prokurorial sa planifikojnë që të shpallin konkurs për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri të shtetit, por që gjatë ditës nuk kanë kthyer përgjigje. Në Prishtinë është mbajtur konferenca ndërkombëtare e Avokatit Popullit në shënimin e 25 vjetorit themelimit të këtij institucioni. Tema qendrore e konferencës ishte e ardhmja e të drejtave të njeriut në kohë transformimesh globale. Në këtë konferencë u paralajmërua ndikimi i inteligjencës artificiale në mekanizma të ndryshëm. Avokati i Popullit Naim Qelaj tha se mbrojtja e të drejtave themelore po vihet gjithnjë më shumë në pikpyetje. Ai paralajmëroi se inteligjenca artificiale dhe zhvillimi i shpejtë teknologjik po zhvillojnë rreziqe të reja për privatësinë dhe liritë individuale, me ndikim më të madh se çdo mekanizëm tradicional shtetëror. Ndërsa ne përballemi me këto sfida, është e domosdoshme që shtetet, në këtë rast edhe Republika e Kosovës, të ndërmarrë masa konkrete për fuqizimin e institucioneve kombëtare të drejtave të njerëzit, sepse konsideroj se është fundamentale, është bazike, është domosdoshme. Kryetari i Kuvendit Dimal Basha tha se në këtë kohë krizash globale, shtetet nuk duhet ta humbasin fokusin nga individi si bartës i të drejtave dhe lirive. Por shoqëritë që duan të mbetin të lira e demokratike nuk duhet ta humbin fokusin nga epiqendra e të drejtave të njerit, pro gjithmonë tek individi. Diskutimi për të gjitha aspektet me të cilat sot përbollen shoqëritë në kohën e globalizmit është tetë i gjerë dhe i hopur. Në kontekstin global, temat që po vazhdojnë të ngrisin shqetësime dhe ku do të jetë fokusi i trajtimit nga ana ime është zhvillimi me ritme të larta i teknologjisë. Ndërsa kryetari i gjykatës kushtetuese Nexhmi Rexhepi nënvizoi se privatësia e gjyqësorit mbetet garancia kryesore për besimin e qytetarëve në drejtësi. Gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës, që nga themelimi i saj ka pasur mandat dhe detyrë të qartë, të garantoj mbizotrimin e kushtetutës, të mbroj liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe të ruaj ekuilibrin ndërmjet pushtetit publik dhe lirisë individuale. Drejtoresha e Agjencisë së BE-s për të drejtat themelore Sirpar Autio theksoi se mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të njeriut është themeli i paqes dhe drejtësisë në Evropë. Në një kohë transformimesh teknologjike dhe tensionesh globale, mesazhi kryesor i konferencës ishte i qartë. Mbrojtja e të drejtave të njeriut duhet të qëndrojë në qendër të politikave publike dhe zhvillimeve teknologjike. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Presidenti rus Vladimir Putin është takuar me dërguarin e posaçëm amerikan Steve Witkoff dhe këshilltarin e Trumpit Jared Kushner për të diskutuar planin e mundshëm të armëpushimit. Megjithatë, diplomatët thonë se gjasat e arritjes së ndonjë marrëveshje e cila do të pranojë nga të dyja palët janë të vogla. I dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff, së bashku me këshilltarin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Jared Kushner, kanë arritur në Moskë, ku takuan me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar rreth ndryshimeve të propozuara në draft planin e armëpushimit për Ukrainë. Edhe pse dy palët kanë thënë se janë të gatshme të gjejnë një zgjidhje, shumë diplomat dyshojnë se është e mundur të arrihet ndonjë marrëveshje, e cila do të jetë e pranueshme për të gjitha palët, dhe shtojnë se presidenti rus nuk është i gatshëm të ndryshon kërkesat e tij maksimaliste sa i përket Ukrainës. Para takimit me delegacionin amerikan, Putin ju drejtua gazetarëve, duke thënë se kërkesat evropiane janë të papranueshme për Moskën. Me këtë,
Presidenti rus I referohej qëndrimit Ukrainas dhe atij evropian që asnjë marrëveshje e arritur nuk mund të parashet dorëzimin e territoreve Ukrainas e Rusisë, si dhe kufizime rreth të armës së Ukrainës. Po të njëjti diplomat thonë edhe se Putin duket se beson që është në gjendje ta fiton luftën në terren, gjë që I vështirëson tentime diplomatike. Ishte kjo e tëra për këtë edicion lajmesh, ju falenderoj për vëmendje, natën e mirë dhe mirupafshim.